Vita Productions prezanton edicionin e 3 të Ferma VIP. Mbrëmja e 8 e spektaklit Ferma VIP 3 erdhi me zhvillime të forta që kanë ndryshuar rrjedhën e lojës. Një televotim i hapur prej ditës së premte për Blerinën, Malborën dhe Klodin i ndërpreu rrugtimin këtij të fundit. Votat e publikut vendosin që ai të humbiste mundësinë për të vijuar rrugtimin drejt çmimit të madh. Largohet sonte Klodi. Por loja nuk u trondit vetëm nga eliminimi. Shkelet e rregullave dhe mos respektimi i detyrave në ferm sollën pasoja konkrete. Çmimi i madh prej 200.000 eurosh u reduktua në 185.000 euro. Një vendim i agajt që i vendos fermerët përballë përgjegjësisë kolektive duke theksuar rëndësinë e disiplinës dhe punës në grup. Mjoftojnë që çmimi final deri në këtë çast është 184.000 euro. Si një formë stimulimi dhe balancimi, Agaj shpalli 6 fermerë me avantazh të rëndësishëm në lojë. Fabiola, Elvisi, Romiri, Sara, Indri dhe Iliri fituan imunitet duke shpëtuar nga nominimi i kësaj jave. Ndërkohë, pjesa tjetër e fermerëve kaloi në një përzgjedhje ku Ermiona, DJ Bujaka dhe Gresa përfunduan në televotim, duke lënë në dorë të publikut vendimin për fatin e tyre. Tre më të votuarit janë Ermiona, Bujaka dhe Gresa. Debatet, rivaliteti dhe raportet e krijuara ishin në qendër të vëmendjes. E tillë është marrëdhënia mes Fabiolës dhe Adionit, që duket se ka marrë edhe konfirmimin e fermerëve të tjerë. Nga ana tjetër duket se raporti i Indrit me Vanesën nuk ka të njëjtën qasje. Pas rrëfimit të këngëtares Vanessa Sono, e cila foli hapur për marrëdhënien e saj me Indrin, duket se opinionistët, por edhe fermerët kanë rezervat e tyre. Vetëm tani që është para gjithë Shqipërisë të kujtu që ka nevojë për ndihmë. Vetë Indri u shpreh se nuk mund të vazhdojë një lidhje me të, duke përmendur ndjenjat që ka ende për ish bashkëshorten dhe përgjegjësinë ndaj djalit të tij të vogël. Një deklaratë që shkaktoi reagime të forta. Nën presionin e situatës dhe ekspozimit të jetës private, Indri kërkoi të largohej nga gara, duke marrë përgjegjësinë për zhvillimet e fundit. Por ishte Vanessa ajo që ndërhyri duke e bindur të qëndrojë. E binda? E binde! Bravo! Mes eliminimeve, dënimeve, avantazheve dhe përplasjeve emocionale, nata e 8 e Ferma VIP 3 solli edhe surpriza. 3 vajzat e fermës, Vanessa, Malbora dhe Soni, pasi u sfiduan patën mundësi të takonin vëllezërit e tyre. Ferma VIP vjen për publikun 24 orë në 7 ditë javës në 2 kanale të dedikuara, si edhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus.